تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut te baraka ve taala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim, vëllezër të dashur, vazhdojmë me temën tonë që e filluam dje, ajo temë që ka të bëjë me familjen dhe me shtëpinë e muslimanit. Tema që ka të bëjë pra me gruan, fëmijët, prindërit e burrit atij që është pra përgjegjës për shtëpinë e vete. Mësimin e djeshëm përmendëm hadithe të shumta, porosi të shumta nga jeta e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, se si ka reaguar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në raste të ndryshme, si ka vepruar dhe si ka këshilluar kur ka hasur në lloj-lloj rastesh. Po ashtu përmendëm etikën e lartë të nonave të besimtarve, grave të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, karshia tij, karshi njëra tjetrës, si dhe karshi fëmijëve të tyre, dhe se si ata gabimin e tyre pra janë kthyer shpejt dhe janë përmirësuar. Tema jonë e sotme do të jetë bi idhnillah më e fokusuar në disa pika, themi. Bi idhnillah do të përmendim disa shkaqe që janë zanafil e problematikave në shtëpi dhe në familje. Shkaqe, raste, situatët të lloj-llojshme që ndikojnë negativisht në shtëpinë e muslimanit. Dhe do të përmendim disa zgjedhje apo zgjidhje të themi për këto problematika. Fillimisht, secili prej neve e di se nuk ka shtëpi përveç se ka kacafytje, ka zënka dhe ka keqkuptime në atë shtëpi. Secila shtëpi pra andaj nuk duhet që të dëshpërohet njeriu. Mirë po duhet fokusohet në zgjidhjen e tyre, dhe s'ka dyshim se Islami kujdeset fort për shtëpinë e muslimanit. Islami kujdeset fort dhe i zgjidh gjitha këto problematika. Dhe duhet secili pa marrë parasysh a është burri apo gruaja në shtëpi, duhet pra që t'jap mund dhe t'i ballafaqoj këto problematika në jetën e tyre, pra duke i zgjidhur ato. Dhe duke i zgjidhur ato në mënyrën e saktë. Përpara se t'i përmendim këto pika dhe këto probleme, cilat i kemi rreshtuar në 10 pika, fillimisht duhet të përmendim se martesa ka vlerë të madhe në fen ton. Allahu te baraka ve taala nxit që njerëzit
besimtarët të martohen. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është muttafaqun alaihi ka thënë: ja ma'shara ash-shabab, o ju të rinj, men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ai i cili ka mundësi prej juve që të martohet, le të martohet. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, pasi që kjo është më e mirë për shikimin dhe organin e tij, pra i mbron ato. O men lem yastati' fa alayhi bis-sawm, dhe ai i cili nuk ka mundësi pra për martesë, le të agjeroj. Fa innahu lahu wija, pasi që agjerimi është mburoj për të, pra mburoj nga rënja në mëkate dhe ndihmon në ruajtjen e nderit. Dhe po ashtu hadithi i atyre 3 personave cilin e përmendi hoxha më herët në khutbe, të cilët kanë pyetur rreth adhurimit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, dhe kur kanë dëgjuar se si ka vepruar ai alaihi salam, ka annahum taqalluha, pra sikur se ju duk diçka e pakt dhe jo diçka e veçantë. Andaj njëri prej tyre tha: amma inni la atazawwaju an-nisa, pra unë personalisht nuk do të martohem kur. Pra ka zgjedhur që të adhuroj Allahun te bareke ve taala në këtë mënyrë, duke mos u martuar. Dhe dihet edhe përgjigjja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj këtyre 3 personave, ku ka thënë: amma inni asumu wa uftiru wa aqum wa anam wa atazawwaju an-nisa, sa i përket meje, agjeroj dhe nuk agjeroj, qohem apo fal namaz natën dhe do njëherë flej dhe martohem me gratë. Hadithin tjetër që është po ashtu hadithi saktë, ka saktësuar Sheikh Al-Albani rahimahullah, ka thënë ai alayhi salam: hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib, më janë bërë mua të dashura nga dunjaja juaj gratë dhe parfumi. Përveç nxitjes për martesë, Islami po ashtu nxit edhe për krijimin e familjes, për bërjen e fëmijëve. Në hadithin që është po ashtu hadithi saktë, ka saktësuar Sheikh Al-Albani rahimahullah, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, pra martohuni me gratë të dashura dhe që bëjnë fëmijë, pasi që unë do të krenohem me ju ditën e kiametit, pra për para popujve tjerë dhe pejgamberve tjerë. Po ashtu transmetohet një athar nga Umar radiallahu anhu, i cili pra ka pyetur një njeri dhe i ka thënë: e të zëvëgjt, a je i martuar? Ai i është përgjigjur: la, nuk jam i martuar. Në këtë rast Omeri radiallahu anhu i ka thënë: imma an takuna ahmaqan wa imma an takuna fajira. Do të thonë, ose je i krisur, do të thonë themi, ose je i prishur. Ose je shkurt të shqip budalla, ose je njeri i prishur. Nga disa prej rivajeteve transmetohet se ai radiallahu anhu ka thënë dhe ka formuluar këtë frazë në një mënyrë tjetër dhe ka thënë: la yamna'uka minhu illa fujurun aw ajzun, nuk të ndalon prej martesës asgjë pos prishjes dhe pamundësisë. Pra familja ka pozitë të madhe në fen tonë. Islami pra porosit si burrin ashtu edhe gruan për martesë. Dhe s'do të thot për gruan që nëse ajo martohet se i humb asaj vlera, siç është, do me thënë, mendimi i shumë njerëzve në kohët e sodit, sidomos qafirave,
mendojnë se me martesë i humb gruas vlera, pra i kufizohen asaj arritjet dhe kështu me radhë. Përkundrazi, kjo gjë bëhet shkak për ta ngritur atë. Islami e ka ngritur pozitën e gruas që në gjahiljet, pra duke krahasuar me gjahiljetin edhe duke krahasuar me sistemet e sotme në vendet tona. Hadithin që është muttafaqun alejh, që transmetohet nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku një njeri e ka pyetur të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, men ahaqqu nasi bi husni sahabati. E ka pyetur, o i dërguari i Allahut, kush është më meritor për sjelljen time të mirë dhe shoqërinë më të afërt, pra, që t'ja bëj? Ka thënë ai alayhi salam, ummuk, nëna jote. Më pas ka thënë, thumma men, pastaj cili? Ka thënë nëna jote, dhe ka përsëritur këtë 3 herë, dhe në të katërtën ka thënë thumma ebuk, pastaj babai yt. Do të thotë se Islami e ka ngritur pozitën e gruas në Islam, duke qenë ajo grua, apo duke llogaritur atë motor, apo duke llogaritur atë bi. Hadithin e saktë që transmetohet nga Abi Said, thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men kana lahu 3 banat au 3 akhawat au bintani au ukhtan fa ahsana suhbatahunna wattaqa Allaha fihinna dakhala al-janna. Ai cili posedon 3 motra apo 3 bija, apo 2 motra dhe 2 bija, dhe shoqërohet me to në mënyrën më të mirë dhe ka frikë Allahun ndaj tyre, do të hyjë në xhennet. Dhe po ashtu, Islami e ka ngritur gruan duke ja dhënë asaj të drejtat e saj, duke e bërë atë pjesëmarrëse në trashëgimi dhe duke e vlerësuar krahasim me atë që ka qenë më herët në gjahilije. Dhe prej këtij nderimi dhe prej kësaj ngritjeje i ka dhënë edhe detyra. Dhe prej detyrave të gras është se ajo është përgjegjëse në shtëpinë e saj dhe kujdeset për shtëpinë e burrit të saj. Hadithin që transmeton Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, që është muttafaqun alejh, i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej juve pra është bari apo kujdestar, dhe secili prej juve është përgjegjës për kopen e tij. El imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Prijesi është përgjegjës apo kujdestar dhe do të pyetet për kopen e tij. Ar-rajulu ra'in fi baytihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Burri është pra barin në shtëpinë e tij dhe do të pyetet për kopen e tij. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Dhe po ashtu gruaja është pra kujdestare në shtëpinë e burrit të saj dhe do të pyetet për kopen e saj. S'ka dyshim se njeriu në jetën e dunjas testohet me prova të lloj-llojshme, dhe po ashtu s'ka dyshim se njeriu testohet edhe gjatë martesës së tij në mënyrë ditore me sprova të lloj-llojshme dhe testohet në mënyra të ndryshme, pra me kacafytje, me probleme dhe me gjëra të tjera. Dhe shkaku kryesor i këtyre keqkuptimeve dhe problemeve në familje është të mos gjykuarit sipas udhëzimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky është shkaku kryesor i cili i rënon familjet dhe i prish ato. Andaj duhet pra se cili prej burrit dhe gruas t'i kushtoj kësaj pune pra rëndësi të madhe që të forcohet shtëpia e saj dhe të ecë në drejtimin e duhur. Shkaku i parë dhe shkaku më i madh që ndikon në probleme në familje dhe gati sa nuk e rënon atë,
është el-i'radu an dinillah, pra që njeriu t'ia kthej korrisin fesë Allahut azza wa jall. Pra që njeriu ta bëjë të kundërtën e asaj me të cilën urdhëron Allahu te baraka wa taala. Allahu te baraka wa taala në surën Hud ka thënë fastaqim kama umirt, pra qëndro në rrugë të drejtë, ashtu sikur se je urdhëruar. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kul amantu billahi thumma istaqim, thua i besoj Allahut dhe më pas qëndro në rrugë të drejtë. Që është kjo istiqame? Shpesh herë themi duhet që t'jemi në istiqame, filani është në istiqame dhe kështu me radhë. El istiqame është, dietarët kanë thënë, fi'lul awamiri wajtinabun nawahi, që njeriu të veprojë sipas urdhrave dhe të largohet nga ndalesat, apo kanë thënë at-tamassuku bid-dini kulli, që njeriu të kapet pas fesë krejtësisht. Dhe këtë e vërteton edhe fjala Allahu te baraka ve taala ku thot udkhulu fi silmi kafa, pra hyni në islam krejtësisht. Është për obligim për secilin musliman pra që të drejtohet në rrugën e drejtë dhe të mos luhatet nga kjo rrugë duke i vepruar gjërat me të cilat është obliguar dhe duke u ndaluar nga ndalesat. Dhe ka vepra të cilat i ndihmojnë pra njeriut dhe forcojnë atë në istiqame, pa të cilat nuk arrihet kjo istiqame, dhe vepra më kryesore prej tyre është namazi. Allahu te baraka wa taala ka thënë inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, me të vërtet namazi ndalon nga veprat e shëmtuara dhe nga ato të këqijat. Pra nëse njeriu e bën namazin në formën e tij të saktë, duke i plotësuar shtyllat, obligimet, sunnetet, kjo është shkak për largimin e shumë problemeve dhe për largimin e fesadit dhe sprovave nga shtëpia e tij dhe nga çdo shtëpi prej shtëpive të muslimanëve. Dhe sot shumë prej familjeve tona në shtëpitë e tyre pra kanë njerëz që nuk bëjnë namaz, sidomos prej burrave, cilët arsyetojnë mosbërjen e këtij obligimi me punën dhe me angazhimet e tjera. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar çdo herë në mënyrë të rreptë dhe rigoroze për bërjen e namazit, saqë në një hadith ka kërcënuar ata cilët nuk e bëjnë namazin me xhamat. Ka thënë walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu thumma amura bis-salati fayu'adhanu laha thumma amuru rajulan fayumma an-nas thumma ukhalifu ila rijalin fauharriqa alayhim buyutahum. Thot i dërguari Allahut alayhi salam, betohet thot Wallahi, pra kam menduar të sillet dru dhe të ndizen ato dru, më pas të urdhërohet për namaz, ta bëj dikush ezanin dhe të urdhëroj dikë që t'i pri njerëzit në namaz, dhe kur të filloj namazi pra të shkoj në për shtëpia dhe t'i shoh ata njerëz që nuk e bëjnë namazin me xhamat në xhami dhe t'u adjek atyre shtëpit e tyre. S'ka dyshim se nëse njeriu përkujdeset për veten e tij, për namazin e tij, për familjen e tij, kjo e ndihmon atë në bindje ndaj Allahut dhe në istiqame në fe dhe është prej shkaqeve më të mëdha për të arritur ai lumturinë. Dhe s'ka dyshim se nëse njeriu përkujdeset për namazin e tij, kjo përkujdesje bëhet shkak për hyrjen e tij në xhennet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannati min ayyi abwabi al-jannati shi'it." Nëse gruaja pra i bën 5 vakte të namazit, agjeron muajin e saj, e ruan nderin e saj, i bindet burrit të saj, do t'i thuhet asaj hyr në xhennet, nga cila derë prej dyerve të xhennetit do
ti. Po ashtu transmetohet se Rajah al-Qaisi rahimahullah, i cili ka qenë njëri prej selefëve dhe njerëzve të mirë, deshte pra njëherë që ta testoj gruan e tij, dhe ka qenë i martuar me një grua të mirë, dhe nuk zgjuar për të bërë namaz natë, saqë kur kaloi një pjesë e natës, ajo erdhi dhe u mundua që ta zgjonte atë, dhe ky u bë sikur flen, kaloi pjesa tjetër e natës, u mundua që prap ta zgjojë atë, nuk u zgjua, derisa kaluan, pra apo kaloi 2/3 e natës, dhe më pas i erdhi gruaja e tij prap për ta zgjuar për namaz natë, dhe ai nuk u zgjua, dhe në këtë rast tha: "Madha al-lailu wa askaru al-muhsinun." Pra nata kaloi dhe po ashtu ushtria e të mirave, pra e njerëzve që bëjnë vepra të mira. "Malladhi gharrani bika ya Rayah." Si u mashtrova unë nga ti, o Rayah. Pra, si u mashtrova unë nga ti ditën që pranova që të martohem me ty. Dhe kjo përgjigje dhe ky reagim i tij, i saj pra ka ardhur pasi që vetëm një natë e ka humbur ai, apo ka pretendua si do ta humb ai namazin e natës. Në hadith ka ardhur po ashtu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Rahimallahu mri'an qama min al-layli thumma ayqadha ahlah." Allahu mëshiroft atë njeri i cili zgjohet natën për t'u falur dhe e zgjon familjen e tij. "Wa illa nadaha fi wajhiha al-ma." Dhe nëse nuk zgjohet pra, e spërkat atë me ujë në fytyrën e saj. "Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli ayqadhat zawjaha aw nadahat fi wajhihi al-ma." Dhe Allahu mëshiroft atë grua e cila zgjohet natën për t'u falur, dhe nëse e zgjon burrin e saj dhe nëse ai nuk zgjohet, pra e spërkat fytyrën e tij me ujë. Kështu duhet jetë pra familja, kështu duhet sillet burri dhe gruaja, karshi njëri tjetrit, të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja dhe të mundohen për vepra të mira, dhe s'ka dyshim, pasi që e kemi përmendur shumë herë se ky është shkaku kryesor që ata të arrin lumturinë. Po ashtu prej shkaqeve që e luftojnë këtë gjë, lumturinë në shtëpi, është pra ekzistimi i el-munkarat, i gjërave të këqija në shtëpi, sikurse pra muzika apo mos dëgjimi i Kuranit, mos bërja e namazit, mos bërja e veprave të mira. Nëse njeriu apo shtëpia gjendet në një situatë të tillë, humb lumturia në atë shtëpi, humbet bereqeti në atë shtëpi, saqë shndrohet në një shtëpi në të cilën nuk hyn melaiket dhe në të cilën ta'muruha ash-shayatin, pra banojnë dhe sillen në atë shtëpi shejtanat. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hadithin që saktëson Sheikh al-Albani ka thënë: "Mathalu al-bayti alladhi yudhkaru Allahu fihi wal baytu alladhi la yudhkaru Allahu fihi mathalu al-hayy wal mayyit." Dallimi midis shtëpisë në të cilën përmendet Allahu dhe midis asaj shtëpie në të cilën nuk përmendet Allahu është sikurse dallimi midis të gjallit dhe të vdekurit. Dhe parashtrohet pyetja, nëse shtëpia është e vdekur, ku mund që të gjendet lumturia në atë shtëpi? Nuk lexohet në atë shtëpi asnjë ajet, nuk veprohet në atë shtëpi asnjë vepër e mirë, as obligim dhe as sunne, dhe veprohet çdo gjë që bie ndesh me këtë dhe është në kundërshtim me këtë. Dhe në këtë rast pra sillen shejtanët në për ato shtëpi, humbet bereqeti, humbet lumturia, dhe çuditën shumë njerëz kur ju ndodhin dhe ju vinë smundje të lloj-llojshme, sprovohen me lloj-lloj smundjesh dhe kërkojnë që t'i shërojnë ato në mënyrë të shpejtë, duke bërë rukje dhe duke lexuar Kur'an. Mirë po veprat e tyre i kanë në këtë gjendje, duke mos bërë asnjë dhikr, duke mos lexuar Kur'an, dhe duke mos bërë gjërat që janë shtyllat të kësaj feje dhe gjërat më me rëndësi. S'ka dyshim se mëkatet dhe veprat e këqija e shlyejnë bereketin, do të thonë e shlyejnë bereqetin në çdo gjë, e shlyejnë bereqetin
në veprat e njeriut, e shlyen bereqetin në familje, e shlyen bereqetin në moshën e njeriut, i ikin vitet dhe nuk ka bereqet në to, e shlyen bereqetin në diturinë e personit, dhe po ashtu bëhet shkak pra që t'ia paksoj njeriut riskun dhe bëhet shkak që të humbas lumturia në atë shtëpi dhe t'i hasin pra burri dhe gruaja këto probleme. Ky është shkaku i parë, prej shkaqeve po ashtu është ignoranca. Pra ignoranca tek burri dhe gruaja ndaj obligimeve të tjetrit, apo të drejtave të tjetrit dhe obligimeve të veta. Pra që gruaja të mos e di cili është haku i burrit saj dhe burrit mos e di cilat drejta i posedon gruaja e tij. S'ka dyshim se feja jonë është e plotësuar dhe Allahu te bareke ve taala ka vendosur për secilin obligime dhe ka vendosur për secilin të drejta që duhet t'i plotësoj njëri ndaj tjetrit. Pra sikur se njeriu t'i di këto drejta dhe këto obligime që i përkasin atij dhe t'i veproj ato, do të ecte secili në rrugën e vete, do ta bënte secili prej tyre obligimin e tij dhe nuk do të hasnin probleme gjatë këtij udhëtimi, siç është martesa. Edhe pse mund që të kenë probleme, mirë po esenca do të jetë në rregull. Megjithatë, secili ndaj të drejtave të tjetrit sillet me mirësi. Duhet secili prej njerëzve të sillet me lloj teghafuli, pra të themi mos përfillje apo mos fokusimi nga gabimet e tjetrit, duhet që të sillet secili me njëri tjetrin me falje dhe me gjerësi. Ka thënë apo transmetohet se Imam Ahmedi rahimahullah ka thënë: "Belil khairu kulluhu fi at-taghaful." I gjithë khajri, pra njetën martesore, është në teghaful. Pra të bëhe si kur s'ke dëgjuar, bëhe si kur s'ke pa, kur shem mangësi tek gruaja jote apo tek burri yt. Pra nëse sheh mangësi të vogël e cila përbihet dhe kalohet, bën ndaj saj teghaful. Dhe duhet dim se jeta martesore nuk ndërtohet mbi investigim, nuk ndërtohet mbi fokusim në çdo gjë. Nuk është pra jeta martesore diçka për cilën në fund të javës apo në fund të muajit duhet të nxjerrim një rezultat dhe një test si ka kaluar secili prej tyre. Pra është diçka, është një jetë në të cilën secili prej njëri tjetrit e këshillon tjetrin për të mira dhe për çdo ndalesë dhe për çdo mangësi të vogël bën teghaful dhe nuk fokusohet në atë. Dhe s'ka dyshim se secili prej burrit dhe gruas i posedon këtë. Allahu te bareke ve taala ka thënë: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pra dhe silluni mirë në bashkëjetesë me gratë e tuaja. Kjo është prej obligimeve për secilin prej neve. Po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e lexuam dje ka thënë: "Istawsu bin nisa'i khayra fa innahunna awanun 'indakum." Pra silluni me gratë me mirësi, pasi që ato janë në mbrojtjen dhe kujdesin tuaj. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në khutben e hajjatul wada' ka thënë: "Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wala hunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Pra keni frikë Allahun sa i përket grave tuaja, pasi që i keni marrur ato në besën e Allahut dhe i keni bërë organet e tyre halal të lejuara me fjalën e Allahut dhe atyre apo ato kanë të drejta ndaj jush ushqimin dhe veshjen në mënyrë të drejtë. Po ashtu prej obligimeve është që duhet përkujtohen motrat tona se er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë
përgjegjes për gratë e tyre. Dhe kur themi përgjegjes, pra themi që gruaja duhet që t'i bindet burrit të saj në atë me të cilën ka urdhëruar Allahu te baraka wa taala dhe nuk I bindet atij në mëkat. Kjo gjë nuk ka dyshim. Po ashtu, për obligimeve të gruas është se ajo duhet t'ia dorëzoj veten e saj burrit saj, pra nëse burri I saj ka nevojë për të, ajo I bindet atij. Hadithin që transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, në cilin I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Pra nëse burri e thërret gruan e tij në shtrat dhe ajo refuzon, këtë grua e mallkojnë melaiket derisa të gdhind dhe të dalë dita. Po ashtu, prej obligimeve të saj është se ajo nuk duhet që të lejoj askënd në shtëpinë e burrit vet pa lejen e tij dhe nuk duhet që t'ja hap derën askujt që burri I saj e urren dhe nuk e do. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hadithin që është muttafaqun alayh ka thënë: "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhnihi wa la ta'dhanu fi baytihi illa bi idhnihi." Nuk I lejohet gruas që të adhuroj, që të agjeroj, pra agjerim nafile, duke qenë burri I saj prezent përveç se me lejen e tij, dhe nuk I lejohet asaj që t'i jap leja askujt pa lejen e tij. Dhe po ashtu prej obligimeve të saj dhe prej veprave që janë hak për burrin është që ajo të mos largohet nga shtëpia e saj pa lejen e burrit. Nuk duhet që gruaja të dalë nga shtëpia e burrit vet pa lejen e tij, as edhe në vizitë të prindërve të saj, për shkak se kjo është një vepër që është nafile dhe nuk lejohet që të mos I bindet atij. Po ashtu pra prej obligimeve të saj është shërbimi, ta shërbej burrin e vet. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah: "Wa tajibu khidmatu zawjiha bil ma'ruf." Pra është për obligim për gruan që ta shërbej burrin e vet në të mirë. Dhe ka thënë rahimahullah: "Wa yatanawwa'u dhalika bi tanawwu'il ahwal." Dhe kjo dallon sipas dallimit të rasteve. Fa khidmatul badawiyati laysat ka khidmatil qarawiyah. Pra shërbimi I asaj që është në bedu, në shkretërir, nuk është sikur se shërbimi I asaj gruaje që jeton në qytet. Wa khidmatul qawiyati laysat ka khidmatil dha'ifa. Dhe po ashtu shërbimi I të dobtës nuk është sikur se shërbimi I asaj të fuqishmes, pasi dallon sipas situatave. Dhe duhet pra në përgjithësi që sillet me mirësi dhe me butësi, nuk duhet që ajo ta ngri zërin e saj ndaj burrit të saj, sikur se përmendëm edhe dje. Dhe s'ka dyshim se gruaja e mirë është sikur se ka ardhur në hadith, në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "Khairun nisa'i allati tasurruhu idha nadhar." Prej grave më të mira janë, apo është ajo që gëzon burrin e saj kur ai e shikon atë. Wa tuti'uhu idha amar, dhe I bindet atij kur ai urdhëron. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wala fi maliha bima yakrah, dhe nuk e kundërshton atë në veten e saj dhe në pasurinë e saj me diçka që ai e urren. Shkaku I tretë është shkak për problematika në shtëpi, dobësia në shfaqjen e dashurisë ndaj njëri tjetrit. Dhe s'ka dyshim se kjo është një gjë që është mjaft e shpërndar, ndoshta pas martesës, në fillim të saj, dashuria është e freskët, martesa e freskët, secili prej tyre I jep mundin e tij sa I përket kësaj, mirë po me kalimin e kohës ndodh ajo thatësi, themi, dhe ajo ftohje. Burri mendon ndoshta që nëse shprehet në këtë mënyrë hub pozitën e tij. Gruaja mendon se është prej dobësisë se nëse ajo shfaq dashurinë ndaj burrit të saj. Kjo është shkak për probleme në martesë. Pra mos shfaqja e dashurisë pa marrë parasysh a është burri apo gruaja.
s'ka dyshim se është obligim për secilin prej neve të kujdesemi dhe të mbrojmë këtë martesë, të mbrojmë shtyllat e saja me butësi, me dashuri dhe me afrimitet. Kur I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është pyetur men ahabbu nasi ilej, cili prej njerëzve është më I dashuri tek ti, ka thënë alaihi salam Aisha. Aisha dhe shpeshherë thoshte utitu hubbaha, pra më është dhënë mua dashuria e saj, dhe ka pasur për qëllim Khatijën radhiyallahu anha. Po ashtu transmeton Ibn Ma'in nga A'mash se Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ka thënë kanu yaquluna qawla ar-rajuli limra'atihi inni uhibbuka tarafun min as-sihri. Thotë an-Nakhai rahimahullah e llogarisnin fjalën e burrit ndaj gruas së tij të dua, pra fjalë të mirë ku shpreh ai dashurinë e tij, një pjesë të magjisë, pra për shkak ndikimit të saj të madh tek gruaja e tij. Pra duhet që njeriu ta zbukurojë veten e tij, pa marrë parasysh a është burr apo grua. Dhe kur themi zbukurim, nuk është për qëllim vetëm zbukurimi me veshje, zbukurimi me parfum, po ashtu ta zbukurojë veten e tij dhe veten e saj me fjalë të mira dhe me fjalë të buta. Edhe pse veshja dhe zbukurimi fizik ka rëndësi të madhe, transmetohet në një hadith në të cilin dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam I ka thënë një njeriu ala kamal, a ke pasuri? Ai ka thënë naam ya Rasulullah, po jam I pasur I dërguari Allahut. I ka thënë në këtë rast atij dërguari Allahut alaihi salam idha ataka Allahu malan, nëse Allahu të ka dhënë pasuri, falyura atharuhu alejk, le të shihet pra ndikimi I saj tek ti. Pra nëse ke pasuri dhe ke mundësi, s'bën që të duke si miskin, le të shihet ajo mirësi që ta ka dhënë Allahu ty në trupin e tij. Dhe po ashtu fjala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma që përmendëm dje, në cilën ka thënë inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li, pra kam dëshirë dhe dëshiroj që të zbukurohem për gruan ashtu sikurse dëshiroj që gruaja të zbukurohet për mua. Shkaku I katërt prej shkaqeve që nxisin probleme në familje është mos dhënia e hakut sa I përket shpenzimeve. Bëhet fjalë për burrin. Pra nëse burri tregohet koprac ndaj familjes së tij, nuk shpenzon për to. Allahu te baraka wa taala urdhëron dhe thot li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati, let shpenzoj dhe let jap ai I cili ka pasuri prej pasurisë së tij, pra për familjen. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dhe ai I cili pra e ka kader riskun e pakt, pra let jap prej asaj që I ka dhënë Allahu, pra sipas mundësive të tij. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, Allahu pra nuk obligon veten e njeriu për te mundësive të saj. I pasuri shpenzon për familjen e tij sipas mundësive të tij, dhe po ashtu I varfëri shpenzon për familjen e tij sipas mundësisë së tij. Dhe është I famshëm hadithi I Hind bintu Utba radhiyallahu anha, që ka qenë gruaja e Sufjanit dhe I ka ardhur tek I dërguari Allahut alayhi salam dhe ka thënë Eba Sufjani është një njeri koprac dhe nuk shpenzon për familjen e tij dhe për fëmijët e tij. Si të veproj o I dërguari Allahut? I ka thënë asaj I dërguari Allahut khudhi min malihi bil ma'ruf, merr prej pasurisë së tij, pra me mirësi, pa bërë teprim dhe pa e tepruar në këtë, ma yakfiki wa yakfi banik, pra atë sa të mjafton ty dhe mjafton fëmijëve tuaj. Andaj është ndaluar që burri të tregohet koprac ndaj familjes së tij. Po ashtu në një hadith me senet të sakt transmetohet se një njeri I ka thënë të dërguarit të Allahut alayhi salam ma haqqu zawjati ahadina alayh, cili është haku I një gruaje prej neve kundër neve, pra I ka thënë atij dërguari Allahut alayhi salam an tut'imaha idha ta'imta, haku I saj është që ta ushqesh atë nëse ushqehesh vet, wa taksuha idha iktasayta,
dhe ta veshësh atë nëse e vesh veten tënde, wala tadhribu al-wajha, dhe të mos e godasësh në fytyrë, wala tuqabbih, dhe të mos e bësh të ndjehet të shëmtuar, pra duke përmendur cilësi dhe veçori të shëmtuara tek ajo, wala tahjur illa fil beyti, dhe mos e bojkoto atë përveç se në shtëpinë e saj. Pra nuk lejohet që ta bojkotoj atë duke u larguar atë nga shtëpia, apo ta bojkotoj atë duke u larguar burrin nga shtëpia. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Sa'dit ibn Abi Waqqasit, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Pra çdo gjë që e jep në rrugë të Allahut do të gjesh për të shpërblim, saqë edhe ajo kafshat që ja jep gruas tënde në gojën e saj. Ka thënë Sheikh Uthejmini rahimahullah, kur është pyetur rreth infaqit apo nafaqas apo shpenzimit të burrit ndaj gruas, yajibu 'ala al-insani an yunfiqa 'ala ahli. Është për obligim për burrin që të shpenzojë për familjen e tij. Ala zawjatihi wa waladihi, për gruan dhe fëmijët e tij, hatta law kanat az-zawjatu ghaniya, edhe nëse gruaja e tij është e pasur. Prapse është për obligim për burrin që të shpenzojë për të. Dhe nga ana tjetër, duhet që gruaja të jetë mirënjohëse ndaj asaj që e jep burri i saj, duhet të jetë falënderuese, për shkak se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendën në hadithin e dieshëm, ka thënë ra'aytukunna akthara ahli an-nar, ju kam parë juve pra grave si njerëzit më të shumtë të zjarrit, dhe ka thënë takfurna al-ashir, për shkak se e mohoni të mirën, dhe thoni pra se kur nuk kam pa hajr prej teje. Duhet që gruaja të jetë mirënjohëse ndaj tentativave të burrit të saj për shtëpinë e vete. Dhe në hadithin që saktëson Sheikh al-Albani, ka thënë i dërguari Allahut alayhi salam, inna Allaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allahu nuk e shikon një grua e cila nuk e falenderon burrin e saj, kurse në realitet ajo pra nuk mund t'ja dalë pa të. Shkaku i pestë prej shkaqeve që sjellin problematika në familje është meselja e ta'addud, pra që njeriu të martohet me grua 2, 3 apo 4. Dhe s'ka dyshim se kur përmendet kjo temë, burrat buzëqeshin, mirë po gratë e gjejnë si temë më të rëndë. Shkurtimisht, kjo është prej fesë Allahut dhe prej ligjërimit të tij azza wa jall. Andaj nuk duhet që të mohohet çdo gjë të cilën Allahu te baraka wa taala e ka ligjëruar, dhe kjo ekziston edhe në Kur'an dhe ajeti është i famshëm. Ka prej motrave pra që e mohojnë të gjë apo shfaqin urrejtjen e kësaj gjëje, dhe s'ka dyshim se kjo gjë pra nuk është lejuar, dhe s'ka dyshim se kjo gjë tregon dobësinë e imanit të saj. Edhe pse mund që gruaja të ketë xhelozi ndaj burrit saj, i themi është normale, mirë po mos e moho atë që e ka pohuar Allahu te baraka wa taala në librin e tij. Sa i përket martesës për së dyti apo më shumë herë, pra disa prej kushteve të saj, karshi burrit janë se ai duhet të sillet me drejtësi. Transmeton Jabir ibn Zeid, ku thot: "Kanat li imra'atan fa kuntu a'dilu bainahuma hatta fil qubl." Pra kam pasur 2 gra dhe sillesha me drejtësi me to edhe në puthjet që u ajepja. Po ashtu transmetohet se Mujahid ka thënë: "Kanu yastahibuna an ya'dilu baina an-nisa." Pra selefët thoshin se duhet që njeriu sillet me drejtësi ndaj grave, hatta fi at-tibi yatatayyab, edhe në parfumosjen që ja bën vetes së tij. Nëse parfumosesh tek njëra, duhet parfumosesh në atë mënyrë
edhe tek tjetra. Po ashtu prej kushteve është edhe mundësia. Allahu te bareke ve taala ka thënë: "Waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Pra le të përmbahen ata cilët nuk kanë mundësi pra për martesë derisa ti pasuroj ato Allahu me dhuntit e tij. Dhe ai i cili nuk tregon drejtësi ndaj grave të tij, për të i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Men kana lahum ra'atan yamilu li ihdahima 'ala al-ukhra, ja'a yawm al-qiyamati ahadu shiqqayhi ma'il." Ai i cili posedon apo i ka dy gra dhe anon nga njëra kundër tjetrës, do të vijë ditën e Kiametit dhe njëra anë e tij do të jetë e shtrembur dhe jo e drejtë. Dhe po ashtu këshill për burrat, ata cilët pra e kanë vetëm një grua siç janë shumica prej neve, këshilla kundrejt tyre është që cilën me mirësi ndaj gruas së tyre dhe nuk është prej sjelljes së mirë që t'ja përmend gruas së tij çdo herë gruan e dytë apo meselen e ta'addudit, pasi që kjo e dëmton atë dhe ngjall xhelozi tek ajo dhe mund të nxjisë probleme pa nevojë. Shkaku i gjashtë prej shkaqeve që nxisin probleme në familja apo i zmadhojnë ato është lërja e problemeve pas zgjidhje. Dhe këtë e posedojmë shumë në jetët tona, shqiptarët pra, se shumë probleme cilat i kemi, nuk reagojmë në moment për shkak të zemrimit dhe e urrejmë që t'i kthehemi atij problemi për zgjidhje. E lejmë në atë mënyrë siç ngel. Me kohën kjo rëndohet dhe ndikon negativisht. Duhet për secilin prej burrit dhe gruas të tregohen të qiltërt me njëri tjetrin, të tregojnë sinqeritet ndaj njëri tjetrit, të kuptohen mes tyre pa armiqësi dhe ta bëjnë pra vetë presin që problemi qetësohet dhe ta zgjidhin atë. Dhe duhet që ky komunikim pra të bëhet me etikë të lartë dhe mënyrën e duhur, duke mos ngritur zërin dhe duke biseduar në mënyrë të qetë. Dhe s'ka dyshim se shpresa më e madhe e shejtanit është prishja e familjeve. Dhe hadithi në cilin dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "Inna iblisa yadh'u 'arshahu 'ala al-ma' thumma yab'athu saraya." Iblisi e vendos arshin e tij, thronin e tij në ujë dhe më pas i dërgon ushtarët e tij. Pra i dërgon për të bërë fesad në tokë. Fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna. Dhe shejtani apo ushtari i tij më i afërt është ai shejtan që bën fitnen më të madhe. Vjen dikush prej këtyre ushtarëve të tij dhe thot: "Fa'altu kadha wa kadha." Kam bërë këtë dhe këtë, pra prej fesadit, i thot: "Ma fa'alta shay'a." Nuk ke bër asgjë. Vjen tjetri dhe i thot: "E kam bërë këtë." Thot: "Nuk ke bër asgjë." Derisa vjen njëri prej tyre dhe thot: "Ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bain imra'atihi." Thot: "Nuk e lash atë derisa e ndajta atë me gruan e vete." I thot këtij njeriu shejtani, Iblisi, barakallahu fik, fe yudnihi minhu wa yaqul na'am ant. E afron atë afër vetes së tij dhe i thot: "Po, ti je i duhuri." Pra, është njëra prej gjërave që synojnë shejtanat dhe iblisi, pra prishjen e familjeve. Andaj dhe kur ekziston një problem, nuk duhet që secili prej burrit apo gruas ta ha parkivin dhe të shkoj 2-3 vjet mrapa dhe të thot: "Ma ke bërë këtë, ma ke thënë këtë, ti reagove kështu, më bëna kështu." Do me thonë, e zgjidh problemin për cilën jeni duke folur tash dhe ajo që ka kaluar, nëse e keni zgjidhur, pra afa Allahu amma salaf, Allahu e fal atë. Duhet komunikim dhe zgjidhje të problemeve. Dhe në një hadith, kur Fatima radiallahu anha dhe Aliu radiallahu anhu patën një zëng mes tyre,
dhe i vizitoi ato i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e gjeti Aliun në shtëpi. I tha Fatimes, ku është ai? Ajo i thot, kana baini wa bainahu shay'un fa ghadabani fa kharaja fa lam yuqil indi. Pra ndodhi diçka mes nesh, u zemrova dhe ai u largua dhe nuk qëndroi tek unë. Në këtë rast i tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një njeriu, ku është ai? Ai e gjeti dhe tha është në xhami. Shkoi tek ai i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeti të shtrirë në tokë dhe ishte bërë me dhe pluhur. I afshiu pra dhen ati nga trupi i tij dhe i tha, kum ja Aba Turab, kum ja Aba Turab. Pra qohu o Aba i dheut dhe i pluhurit, qohu o Aba Turab, dhe e urdhëroi që të kthehet tek gruaja e tij dhe ta zgjidh problemin e tyre. Shkaku i 7 dhe sa ka akşami? Ikindia. 3 minuta. Shkaku i 7 është që është një shkak po ashtu mjaft i madh për zierja e të tjerëve në jetën e çifteve. Pra, secili mendon se jeta e filanit me filanën është mejdan ku duhet secili të jap mendimin e vet dhe këshillat e tij. Kjo e zmadhon shpesh herë problemin. Nuk duhet që njeriu ta hap jetën e tij me gruan e tij me secilin, vetë pranoj këshilla prej secilit dhe çdo herë duhet që njeriu të mundohet ta zgjidh problemin në brendësi mes tij dhe saj, pa dalur jashtë shtëpisë pa nevojë. Dhe nëse ka nevojë për këshilla, shkon tek njerëzit e duhur dhe jo tek çdo lloj njeriu. Dhe shpesh herë prej këtyre përzierjeve që bëhen për të lashën martesë janë zakonisht prindërit e burrit apo prindërit e gruas. Dhe shpesh herë nana e burrit dhe nana e gruas, pra vjera dhe gjyshja. Sa që përmend Sheikh Muhammed ibn Ghalib hafidhahullah, thot dhe ndoshta shkon gruaja tek nëna e saj për t'i treguar një problem dhe për të kërkuar këshilla, dhe del që gjyshja e shton domethënë armiqsinë ndaj burrit të saj më shumë se sa vetë bia, ndërsa në këtë rast ishte dashur që ajo të veprojë me maturi dhe me drejtësi dhe të bëhet shkak për përmirësimin e vajzës vete duke këshilluar atë. Shkaku i 8 është dominimi i gruas apo të themi dobësia e burrit. Dhe këto dyja shkojnë bashkë, ose domethënë është gruaja ajo që dominon, ose burri është në personalitetin e tij i dobët dhe ajo e merr përgjegjësinë. Kjo gjë nuk lejohet. Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", burrat janë përgjegjësit për gratë. Çdo të thotë kjo, ka thënë Ibn Kathir rahimahullah, "Ay ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'ati wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha." Pra, kjo do të thotë se burri është përgjegjës për gruan. Është i pari, pra, kryetari i saj, i madhi, ai që e jep gjykimin dhe ai që e bën edukimin. Ajo grua e cila e merr pozitën e burrit dhe burrërohet, është pra sikurse shembulli i peshkut që mundohet fluturoj, apo sikurse shembulli i zogut që mundohet të nëtoj në ujë. Hadithin që transmeton at-Tirmidhi, cilin e bën Hasan Sheikh Al-Albani rahimahullah, i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "La tu'dhi imra'atun zawjaha fi ad-dunya illa qalet zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dhi qatalaki Allah inma huwa 'indaka dhakhilun yushaku an yufariqaki ilayna." Pra kur gruaja dëmton burrin e saj, dërguari Allahut alayhi salam ka thënë, nuk ka një grua që dëmton burrin e saj në dunja përveç se gruaja e tij prej hurul 'ain në xhennet, thot mos i bëj dëm atij Allahu të vraft, ai është tek ti për një kohë dhe është afër që të largohet prej teje, pra të vi tek ne. Shkaku i 9 dhe i parafundit është moskujdesja e gruas në shërbim ndaj burrit të saj. Dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "Law ta'lamu al-mar'atu haqqa az-zawji lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu." Sikurse gruaja ta di hakun e burrit vet,
nuk do të uleshte derisa ta kryente ushqimin dhe drekën pra burri i saj. Dhe po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njerëz prej grave sahabijat, i ka thënë fandhuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruk. I ka thënë shiko ku je ti karshi burrit tënd dhe ai është xheneti apo zjarri yt. Dhe shkaku i fundit i 10 që nxit probleme në martesë është një sebeb bashkohor dhe janë mediat sociale. Secili pra prej burrit dhe gruas duhet që të ketë frikë Allahun te bareke ve taala sa i përket këtyre rrjeteve socialeve dhe këtyre mediave. Secili prej tyre duhet që të shfrytëzojë ato për dobinë e tij dhe për veprat që afrojnë atë tek Allahu te bareke ve taala. Edhin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Po do me thënë, dhe problemi i fundit janë, apo shkaku i fundit që nxit probleme në familje, rrjetet sociale dhe gjitha mediat sociale në përgjithësi, duke përfshirë aty edhe televizorin, telenovelat, filmat e ndryshme, çdo gjë që njeriu e sheh në to. Krahas shkakut që bëhet problematik në shtëpi dhe në familje, pra njeriu me to apo gjatë përdorimit të tyre e hedh veten e tij në rrezik të madh, e hedh veten e tij në rrezikun e zinas së syrit, pra shikimit në atë që është haram dhe ndaluar nga Allahu te bareke ve taala. Dhe për ta mbyllur, pra secili prej burrit dhe gruas duhet të sillet me taghaful, pra të mos ju kushtoj gabimeve, rëndësive, të mos fokusohet në to, pasi që, sikur se ka thënë al-Imam Ahmed, fa inna fi at-taghafulu al-khayru kullu. Pra at-taghaful është i gjithë khajri dhe e gjithë mirësia. Duhet që secili ndaj tjetrit t'i fal gabimet dhe t'rregojë zemërgjërsi dhe të fokusohet secili për tyre për vepra të mira dhe për dhënje të hukukeve dhe të drejtave ndaj njëri tjetrit. Dhe nuk duhet asnjëri prej tyre, sidomos gruaja, të tregojë kryelartësi ndaj burrit të saj, pasi që ky është një ves që e provokon burrin dhe nuk i pëlqen as pak,
burrit i pëlqen ajo grua dhe e lumturon ajo grua që i nënshtrohet atij në të mirë dhe i bindet atij në të mirë. Lusim Allahun te bareke ve taala të na ruaj gjithë neve nga çdo e keqe, t'i ruaj gratë tona dhe fëmijët tanë dhe prindërit tanë. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.